Loja në dogana e Semir Tahirit me qytetarët vazhdon si të ishte ngriva shkriva. Pasi pezulloi urdhrin që bllokon automjetet që rezultojnë me gjoba, Ministri i Brendshëm e ka rikthyer atë. Për 2 ditësh në Morinë është rikthyer sistemi i vjeljes së gjobave të policisë rrugore, që ishte ndaluar vetëm për pak ditë. Janë me fat ata që para udhëtimit kanë kontrolluar emrin e tyre në sistemin online. Kemi kontrolluar përpara nëpërmjet internetit dhe në rezulton që s'kemi. Ju kontrollun këtu në Morinë? Po, na kontrolluan. Thanë gjithçka ishte në rregull, mund të vazhdojnë. Po jo të gjithë qytetarët kanë mundësinë të verifikojnë nëse kanë gjoba përmes internetit. Lek bllokohesh, mos kalosh për Prishtinë, është turp. Pse për 10.000 lekë? Nëse ke i gjop, dhe s'ka kalu në sistem, e ke paguj dhe s'ka kalu, s'kalon dot. A ki qeni një orë me gjobat e me Jo, bashkimin që ki pas? jo. Vetëm kur keni arë në dogan, keni hasur në këtë probleme? Nuk bërë këtu. Qytetarët mendojnë se shteti po abuzon me funksionin e doganës. Dogana nuk është ajo që s'do të pengoj. Me kupton. S'do të na pengoj në 10.000 lekë gjoba, gjobat vogla. Dogana është me kalu njerëzit, jo mu pengu në doganë. Këtë urdhër, Ministria e Brendshme e riktheu pasi kaloi edhe autobusi me të cilin kabineti qeveritar udhëtoi drejt Prizrenit për takimin me qeverinë e Kosovës në 11 janar.